dashur baba, sot vendosa të të shkruaj një letër. Për herë të parë kërkova mëshirë. Muzës së fjetur i kërkova ndihmë, për herë të parë ju luta me shpirt. Vargun për ty ta qëndisja me rinë. Vuajtjet e tua ti marë radh me radh, e mundin tënë ta shpalos fije. Me vuajtjet e tua të thurri kuror të artë, me kallët e gishtave që më rëndojnë shpirtin, ta shpalos qartë mesazhin e një bie. O bab, ti që nuk rendesh dimër as verë, në borë a në shi, nuk njeh ndales, në vapën e gushtit me buzën e rreshkur, e besa me barkun bosh e me fytjen e etur. Tej për tej bjeshkve flakërim pa përtes. O bab, o i shtrejti bab, ti që obligim ki e gjithë familjen, grua, fëmijë, asgjë mos të mungoj. Ti që përballesh përmes flakëve të ferrit, mes ferrit të Dantes, pa frikë, pa droj. O bab, ty që gjymtyrët krejtësisht u sakatuar, kallët e duarve që ende gjak pikojnë, piskama e shpirtit që qanë edhe detin, që shpirtin bën copash për ardhmërin tonë. Ty që zemra të plas për fëmijët, kur beti i mori, i shpëndau në përbot, si la vulkani të digjet shpirti, vatra e varfër që përpëlitjet brenda terit, me shpresën që një ditë vatanit për të kthyer. O bab, o valdeti, o val shpirti, o ndjenjë hynore, o spektër ylberi, o dashnit qellore, o azjete që ma knat shpirtin. Ah, more Zot, që je në qiell, kam një lutje me gjithë shpirt. Nëse më takon pak lumturi, falja ti babit tim, e ma beko me urat, hynish. Autore Donika Gjoni. Lexoj Hysni Baliu.